Jezusi ringjall. Një nga gjërat që përmbushi është falja e mëkateve. E dyta është kjo, edhe na ndihmon në Romanët 4, vargu 25, na thotë këtë. Ai ju dorëzua vdekjes, do me ka fjalë për Jezusin, është pra pali, ai ju dorëzua vdekjes për shkak të marrësive tona dhe u ngjall që të na bëjë të drejtë. Do vdekja e Jezusit ringjallë në fakt, edhe vdekja e ringjallë. Ringjallja e Jezusit të paktën ka përmbushur dy të vërteta. E para është që mëkatet janë falur, edhe e dyta është që na ka bërë të drejtë që këti jetë ta jetojnë për Perëndimin, edhe të mos e jetojnë me egoizmi, ose për interesat tona personale. Tani, kjo është një e vërtetë në fakt që nuk gjendet në asnjë vend tjetër. Që mëkatet janë falur edhe ne jemi bërë të drejtë, mund të kërkosh sa të duash, nuk e gjen në asnjë vend tjetër. Do të tjerë ndoshta do të inkurajojnë, motivojnë për të bërë gjëra të ndryshme që të marrësh falje. Krishtërimi thotë kështu, Krishtërimi të thotë që Jezusi vdiq për mëkatet tënde, duke e besuar je i falur, je bërë i drejtë, tani ec me Perëndimin. Të tjerë të thuan, bëj gjëra të ndryshme, që Perëndia të jetë mëshirë, që të falesh dhe pastaj të ecësh me Perëndin. Tani kjo është e vërtetë që nuk e gjen në asnjë vend tjetër për shkak se Jezusi u ringjall. Të tjerë do të thuan ndoshta fjalë të mira që bëj këtë bëj atë, edhe në fakt kjo është ajo dëshira e zemrës tonë. Ne duam të bëjmë gjëra të dukemi sepse duam t'ia marrim lavdimin e Perëndisë, se ne e dimë se sa të ligjejmë, edhe ne e dimë që s'mundemi me veprat tona, me mirësinë tonë, të mund të fitojmë dashurinë dhe faljen e Perëndisë. Tani edhe pse e dimë bëjmë, se duam ta gënjejmë vetën. Jezusi nuk do të na lërë në gënjeshtër, edhe nuk do që ne të jemi në mëkat, edhe na thotë të vërtetë. Thotë që pa ringjalljen time nuk ka falje mëkate, edhe nuk bëhem të drejtë. Tani, këto ishin të paktën dy gjëra që u përmbushën me ringjalljen e Jezusit. Kemi folur edhe do të vazhdojmë të flasim edhe dy herë të tjera në lidhje me vdekjen edhe ringjalljen. Po tani është kjo. Kur e shohim ne të krishterët vdekjen, kush duhet të jetë qëndrimi jonë? Kultura, në fakt, ose njerëzimi, na ka treguar diçka që nuk është e vërtetë. E ka bërë vdekjen normale. Edhe, po nga ana tjetër kjo është një gënjeshtër. Vdekja nuk është normale. Vdekja nuk është normale, se po të ishte vdekja normale, nuk do të kishim frikën të përbaleshim me vdekjen. Vdekja nuk është normale, edhe pse na është bërë normale, na është shitur si normale. Siç e thashëm përpara, vdekja erdhi si rezultat i mëkatit. Vdekja nuk ishte plani i Perëndisë. Perëndia nuk e bëri plan që njerëzit të vdisin. Vdekja erdhi si rezultat i mëkatit. Vdekja nuk është normale. Po të ishte normale, nuk do na bënte përshtypje. Të bën përshtypje ty se vetë ardhën mëngjes drejt aty? S'të bën përshtypje. Se është normale. Po vdekja nuk është. Do na shitur e kemi mbushur mendjen, nga ana tjetër vdekja nuk është normale. E di kush është vdekja? Çfarë thot Bibla? Vdekja është armiku. Vdekja është armik. Është armik për shkak se erdhi për shkak të mëkatit edhe na solli të keqen. Vdekja është armik, nuk është normale. Ne duhet ta trajtojmë vdekjen si armik. Nuk duhet ta trajtojmë si diçka normale. Kur dikush ndahet nga jeta, e patjetër që duhet të mërzitemi, të qajmë, edhe patjetër që duhet të mendojmë. Po vdekja është armik, nuk duhet ta trajtojmë vdekjen si shok. Është armik. Tani se nga ana tjetër si e trajton Jezusi vdekjen. Jezusi nuk e trajton si normale, kur vete për ta ringjallur Lazarin. Jezusi qanë për shkak se ata nuk po besonin,
që Jezusi mund ta bënte, mund ta vendaste. Edhe qanë për shkak të asoj që ka ndodhur. Po Jezusi nuk i ka frikë vdekjen. Nuk e ka frikë vdekjen se do të fitë vdekjen. Se e mundi vdekjen. Tani ky duhet jetë edhe qëndrimi jonë si besimtar. Nuk duhet ta trajtojmë vdekjen si normale, po si armik, po ne nuk duhet ta kemi frikë vdekjen. Nuk duhet ta kemi frikë vdekjen për shkak se Jezusi fitoi. Po mos ishte ringjallë Jezusi patjetër. Po Jezusi fitoi, doli fitimtar. Kështu që nuk mund ta kemi frikë vdekjen për shkak se çfarë është vdekja në duart e Jezusit. Në qoftë se jo në duart e Jezusit vdekja është vrasës, në duart e Jezusit vdekja është fermer. Vdekja në duart e Jezusit është fermer, se na bën më të mirë. Kështu që e para është kjo që vdekja duhet trajtuar si armik, për shkak se është armik. Edhe e dyta është kjo që Jezusi i fitoi. Jezusi e mundi armikun, kështu që nuk duhet të shkojmë me frikë. Tani, ja ndoshta për ta bërë pak më të qartë. A ke kaluar ndonjëherë në rrugë, edhe ndoshta një kamion i madh ka erdhur. Edhe kjo, ndoshta se ke patur mendjen, edhe fakti që ka erdhur ky kamion, hija e tij të ka tremur. Mos të ka ndodhur. Tani dikush do kjo e kam dëgjuar këtë shembull. Tani ky personi që po fliste, po thoshte këtë, që vdekja për atë që i beson Jezusit është një lloj si hija e këtij kamionit që mund të trembesh, është e frikshme, por nuk të bën asgjë. Sepse kamioni ishte Jezusi ai që u përbat, që e mundi vdekjen. Kështu që për një që beson te Jezusi, vdekja është si hije, po jo realiteti, për shkak se në duart e Jezusit, vdekja është kopshtare. Na bën më të mirë. Na shpje atje për të cilën jemi krijuar, tek Perëndia. Kështu që vdekja duhet e para është armiku, Jezusi është fitimtar. Edhe në duart e Jezusit është kopshtare. Vdekja në duart e Jezusit është kopshtare. Kur këndojmë këngë, kur adhurojmë edhe këndojmë këngë adhurimi në një varim, kur dikush është krishterë, për shkak të fitores Jezusit të madh. Jo sepse ne nuk kemi të temshur, ose nuk na dhimbshë, dhimbse personi që është gabuar nga jeta. Kështu që ne vargu 20 dhe 23 na thotë kështu. Po tani, Krishti është ngjallur prej së vdekurve, dhe u bëri syja e ngjalljes së të vdekurve. Ashtu siç erdhi vdekja nëpërmjet një njeriu, ashtu erdhi edhe ngjallja e të vdekurve nëpërmjet një njeriu. Ashtu si vdesin të gjithë njerëzit për shkak të lindjes me Adamin, ashtu do të marrin jetë të gjithë për shkak të lindjes së Krishtit. Secili sipas radhës, në fillim Krishti dhe pastaj kur ai të kthehet, të gjithë ata që janë të tij. Të gjithë ata që janë të tij. Edhe ndoshta pyetja për sot, për ty edhe për mua, është që a jemi të tij? Edhe në fakt të bësh të tij nuk është të bësh disa rite fetare ose të shkosh në ambiente nga më të ndryshme. Të bësh të tij do të ta besosh Ungjillin. Do të ta ftosh Perëndin në jetën tënde. Do të thotë të ecësh, të lexosh, të lutesh, që të arritesh në vendimin që ke bërë. Kështu që çfarë përmbushi ngjallja, faljen e mëkatet, edhe jetën e dinj edhe të drejtën përpara Perëndisë. Edhe Jani e lexovi atë. Kur thash që vdekja është armik, edhe duhet trajtuar si armik. Por nuk do të krishterit, patjetër që duhet të qajnë, patjetër që duhet të ndjejnë në dhimbje. Po të krishterit nuk duhet të kenë frikë për shkak
se Jezusi do në fillimtar. Ja si e trajton pani vdekje. Shko si të vaj. O vdekje, ku është fitoria jote? Te vargu 55 dhe 57 kapitullit të 15. E thotë vdekje, ku është fitoria jote? O vdekje, ku është thumbi yt? Thumbi i vdekjes është mëkati, ndërsa fuqia e mëkatit është ligji. Po le ta falenderojmë Perëndinën që na dha fitore nëpërmjet Zotit tonë, Jesu Krisht. Ndërsa kemi folur për këtë, që a ndodhi me të vërtetë, po ndodhi me të vërtetë. Çfarë përmbushi ringjallja e Jezusit? Faljen e mëkatet dhe jetë të tejnë. Tani shkojmë në e treta, në pyetja e tretë dhe e fundit. Tani, çfarë duhet të bëjmë ne besimtarët kur e kemi këto të vërteta? Si duhet të jetojmë, si duhet të sillemi? Në vargu 58